Pritet se gjatë erdhi fundi. Luiz Elli dhe Chiara Tito kanë shpërndarë në profilet e tyre në Instagram trajtin e shumë pritur të filmit të tyre të përbashkët. Ky projekt kinematografik, i cili ka qenë në qendër të vëmendjes së publikut për një muaj, tashmë është zyrtarizuar dhe po vjen në ekran të madh. Traileri publikuar nga vetë çifti ka bërë menjëherë xhiro në rrjeteve sociale, duke zbuluar fragmente nga skena intensive të filmit, detajet të cilave po mbahen ende sekret. Luiz Elli dhe Chiara Tito e konfirmuan gjithashtu datën zyrtare të premierës. Filmi do të shfaqet në kinemanë në shkurt 2026, duke kthyer muajin e dashurisë në një festë të dyfisht për audiencën e tyre. Por menjëherë pas publikimit të trailerit të filmit të saj dhe Luiz Ellit, Chiara ka hasur një valë kritikash dhe komentesh negative në rrjetet sociale. Sipas vëzhgimeve online, një numër llogarisht të rreme janë aktivizuar për të shpërndarë mesazhe urrëtie dhe për të sabotuar postimet e artistes. Në reagimin e saj, Chiara u shpreh se po përballet me një sulm të organizuar nga profile anonime. Janë disa grupe të organizuara që mundohen të prishin postimet, si nuk lodheni duke hapur akaunte, pse nuk shikoni punën tuaj, nëse nuk ju pëlqen mos e shihni. Nuk e di kush ka shumë energji, unë që bëj punën time apo adresat fake që krijon çdo 5 minuta vetëm për të shpërndarë vrerë. Imagjino të mos kesh as emër, as foto, as identitet për të kesh mendim për çdo gjë. Flisni, shkruani dhe shpikni. Unë prapë jam këtu me emër, me fytyrë dhe me jetë. Ju vazhdoni me komentet, unë vazhdoj me suksesin. Ky reagim ka marrë vëmendje të madhe në rrjetet sociale, duke hapur debat mbi llogaritë fake, bullizimin online dhe presionin me të cilin përballen figurat publike pas publikimeve të projekteve të reja.